Instruktori i autoshkollës më tha që o ke pilot, mjaftojnë 3 orë praktik dhe unë e mora shumë seriozisht. Telefonova Lord of the Rental Cars dhe vendosa të testoj fjalët e instruktorit. Sikur e shikoni, më kanë surprizuar para shtëpisë me një Maybach. Sa për informacion, patentën e ka marrë qysh në 2019, por për shkak të neglizhencës, aksidentet që kanë ndodhur dhe vazhdojnë të ndodhin dita ditës nga njerëz të pakujdesshëm pianec, thash pse të miki jeta nga i pianec, po jetoj ditë më tepër. Nëse janë dhe ato fjalë lart poshtë nga njerëz të ndryshëm që thon blej një makinë të vogël pastaj bëj praktik. Ndërsa unë mendoja ndryshe. Nëse ngas një makinë luksi, do jem 2 fish më i kujdesshëm, jo vetëm për jetën time, por edhe për makinën që kam në duar. Dhe e dini çfarë, deri tani kjo metodë po funksionon. Madje i thash një shoku, hajde të bëjmë praktik me Porsche-in ton. Ai më tha nuk e nget dot. Tani po shkoj te Lord of the Rental Cars në Astir dhe nga i nati mora një Porsche vetëm për t'ia vërtetuar që e ngas. Ja ku jemi, dola edhe me Porsche në qarkullim. Mos shikoni mua, unë jam ende duke bërë praktik, po një gjë ta dini, nëse doni të godisni rrugëve të Astirit apo Tiranës me një makinë që të kthen kokat, kontaktoni Lord of the Rental Cars, sepse rëndësi ka çfarë makinë ngisni, jo kujt e është. Mirë, Porsche kaloi testin, tani është radha e nivelit tjetër, po kaloi te Audi A8. Dhe nëse edhe ju doni të provoni makina të ndryshme me qira këtë sezon, te Lord of the Rental Cars gjeni modele për çdo stil dhe çdo rast.